Në këtë palestër stërvitet Dardan Spahia, talenti shqiptar që pak ditë më parë u kthye nga Lisbona me medaljen e artë në sportin Jiu-Jitsu brazilian. Kush është Dardani? Ku ka lindur? Si nisi pasioni për këtë sport? Dhe si e përjetoi ai momentin e fitores? Të gjitha këto na i tregon vetë Dardani. Quhem Dardan Spahia. Babi e ka pasur shkëndijën e parë me stadion që donte të vendosë emrin Dardan. Jam 16 vjeç, nxënës vitit 2 Petronel Luarasi. Kam lindur në SBA në New York, Manhattan. Ishte e planifikuar me që edhe prindërit e mi kishin punë që mund të bëheshin në SBA në atë kohë. 3 muaj pas linjes time, jam kthyer prapë në Shqipëri, se konin që lejohesha në një aeroplan. Edhe që në atë kohë nuk jam kthyer më, ndoshta për ndonjë pushim, por të jetën time e kam bërë në Shqipëri. U çudita shumë në fillim, të them drejtën, e kisha marrë me shumë frikë që të hënë kur më përgjita në Lisbon, edhe u qetësova pak nga hëna në të premte që konkurova unë duke parë atletët e tjerë të palestrës duke konkuruar, duke parë edhe ndeshje kështu. Por prapë, në momentin që hyn në tapet, ai sa ekziston është vetja jote, kundërshtari dhe profesori që po të bërtet urdhra, kupton? Prandaj nuk isha kuptuar deri në moment fundit fare që fitova, edhe kur mu ngrit dora për herë të fundit që sinjalizonte që kisha fituar medaljen e arit, ishte ndjesi sigurisht krenarie, po më shumë çuditje nga gjitha. Por gjithmonë edhe me stërvitjen është ai dyshimi, një ditë mbase nuk erdha në stërvitje dhe vetëm gjë që mendoja është ai që do garoj kundra meje është stërvitur 3 herë sot edhe unë po bëj ditën pushim se jam smur. Kupton? Fisja edhe me shokët e apo do rrifem që round parë që më ka gjetur. Pra, momentin që fitova ndeshjen e parë në rregull, fitova ndeshjen e dytë në rregull, fitova ndeshjen e fundit, unë ndjes si një gjë rutine. Sigurisht se thjesht një round tjetër që kisha bërë gjatë stërvitjes, që është pikërisht ajo ndjesi që në mendimin tim duhet, edhe gëzimin tamam kapa vetëm në momentin që në gjitha në atë podium kapa medaljen. Në kampionatin gjithsej ishin 6.000 veta. Por nuk ishin 6.000, sigurisht nuk ishin 6.000 në kategorinë time, 6.000 në për gjithë kategoritë, për gjithë moshat, gjithë peshat. Kategorinë time nuk e mbaj mend eksaktësisht sa ishin, unë kisha 3 ndeshje gjithsej për në podium. Në realidad dola shumë mirë, për ata që ndjekin artë marciale ishin 3 fitore me submission, që do me thënë në vend që të jetë një vendim i marrë nga arbitri për fitoren, kundërshtari vetë u dorëzua sepse pa që ishte në një pozicion që mund të ndodhte diçka e keqe nëse nuk do dorëzohej në ato momente. Pra ishin fitore mjaft dominante, po prap kërkoja më në çdo fitore ka një problem. Në çdo ndeshje ka një gabim që ke bërë. Madje profesori më tha bravo 2-3 herë, po pastaj ditën tjetër më tha, "Okej, ulu tashi, hajde që ndeshjet, sepse këtu e bërë këtë që gabim mund të kishe mbaruar ndeshjen, mund të kishe finalizuar kundërshtarin më shpejt." Do nis që nga gabimi që bëra gafa më kryesore që kam bërë gjatë gjithë garave. Tashi kishim arritur në këtë pozicion ku kundërshtari quhet në turtle. Është pozicion tërësisht për mbrojtje, por është mjaft I lehtë që të sulmohet, thjesht duke kapur kollarën edhe duke vënë këmbën këtu dhe duke kapur bekun, që quhet pozicioni këtu. Unë fatkeqësisht, pjesërisht nga emocioni, pjesërisht nga zelli, shkova deri këtu edhe pastaj kërceva shumë, që më bëri që të bija. Tash këtu do futesh të kalon në close guard. Kundërshtari çua edhe arritëm në këtë pozicion që quhet closed guard. Nga këtu vura re që kundërshtari po fillon të shtynte gjurin. Në këtë moment unë tërhoqa kokën e kundërshtarit, ja godita krahun, edhe këtë këmbë e çova sipër kokës edhe e mbylla këtu. Krahun ja mora dhe ja çova nga ana tjetër e trupit. Kjo është një submission që quhet një triangle, ku kundërshtari po mbytet nga forca e krahut të tij edhe nga këmbët e mia. Tu mjafton që të shtrydhesh edhe mbytet.
Unë kam nisur që 6 vjeç për vetëmbrojtje kryesisht jiu-jitsu. Pastaj që e kam marrë seriozisht për të konkurruar, ka filluar diku nga mosha 15 vjeçe, 15 e gjys, edhe që atëherë them se përmirësimi im ka marrë një ritëm shumë më të shpejtë. Ndryshimi kryesor mes mundjes judos, jiu-jitsu braziliane është se në mundje dhe judo, në momentin që kundërshtari bie në tokë dhe stabilizohet pozicioni, aty dy kundërshtarët çohen edhe rifillojnë përsëri. Pra merren pikët mbase 2 ose 3 pikë për çfarë quhet një takedown kur kundërshtari bie, edhe do të fillojë prapë në atë pozicion. Jiu-jitsuja të le kohë pasi ke rënë që të rekuperohesh, ose në rastin se nuk rekuperohesh dot, ti prapë nuk çohesh në këmbë nga arbitri, ti duhet mbijetosh aty, edhe nëse nuk mbijeton dot, atëherë siç ndodhi me kundërshtarët e mirë, do duhet të dorëzohesh. Ndodh në shërbime çdo ditë. Ka atletë shumë të mirë se unë këtu që më rrafin ditë për ditë, edhe unë s'kam ç'ti bëj, duhet në fundit, këtu jam për të mësuar, këtu jam për të ushtruar, edhe nuk ka asnjë turp që të thuash, "Okej, këtë herë më munde, herën tjetër do përpiqem të bëj çik më fort ose më teknik, ose nuk do bëj të njëjtin gabim edhe ku i dihet mbase fitoj unë." Por gjëja parë që duhet të mësosh kur bën jiu-jitsu është si të dorëzohesh. Sepse nëse nuk mëson si të dorëzohesh dhe si ta lësh egon aty te dera para se ty brenda, atëherë do dëmtohesh brenda javës edhe nuk do rish pas shërbime për 1, 2, 3 muaj derisa të çrohesh nga dëmtimi. Talent mund të kenë shumë individ, po veç ata që janë të disiplinuar gjithsesi mund t'ja dalin në këtë sport. Unë nuk di të them drejtën se kam talent apo kam ndonjë disiplinë shumë të madhe. Të hënë, të mërkurë edhe të premte, unë nuk është të dal me shokët ndonjëherë, sepse sigurisht duhet të shkoj në palestër edhe pasi kam bërë jiu-jitsu. Rrallë herë kam mjaft energji që të shkoj dal edhe të ha me shokët, e ke parasysh? Por gjithsesi, për mua fatmirësisht kjo nuk është një shumë sakrificë, sepse është diçka që unë kam me qef, që unë shkoj këtu për qef, si dhe për të vetëmbrojtur, si dhe për të ushtruar fizikisht, mentalisht, edhe për të përmirësuar në këtë sport që ja kam me pasion. Sigurisht çdo lloj pije alkolike, droga, gjëra të tilla, duhan, që të bëjnë dëm për shëndetin, por kryesorja është që çdo gjë duhet moderohet. Unë mund të dal një herë në javë dhe të ha suflaqe me shokët, por nëse çdo ditë pastaj shkoj edhe ha 3 suflaqe, e pastaj shkoj në shtëpi, nuk ka as i perim, flej gjumë në orën 2 të natës, sigurisht kjo do bëhet një mal me probleme për shëndetin tim, edhe do të dallohet edhe këtu në tatam, kur bëj stërvitje. Më suportua në faktin që më lan të mungoja nga shkolla për një javë të tërë. Edhe sigurisht shumë urime nga zyshat, shumë nga të tjerë, por nuk dua, edhe zyshat e din që nuk dua të mba me hatër, sepse jam bërë kampion në një sport që fundit nuk ka të bëjë gjë me shkollën. Nota që marr, më pëlqen që ti marr vetë. Edhe këtu mendoj se çdo nxënës nëse ka kapacitetin për qenë ekscelent, ai sado është pak fare punë, edhe çdo herë që më pyesin shokët, sepse edhe ata bëjnë pyetje ndonjëherë, bën kaq shumë kurse, bën kaq shumë gjëra dhe vazhdon me dieta. Këshilla ime numër 1 është të kesh mendjen në mësim, edhe bëhet shumë më lehtë. Hyn edhe kjo që thash për stërvitjen, që është mënyra se si stërvitesh që është kryesorja për mua. Edhe në shkollë, e njëjta gjë, mënyra se si bën ushtrimet, mënyra se si aktivizohesh në mësim është kryesorja për të dalë mirë. Ose për matematik, ose për inxhinieri. Matematikën e kam pasionin më të madh nga gjitha lëndët, por edhe fizikën e kam me një pasion shumë të madh, edhe elektronikën, kodimin, prandaj po shoh, nuk jam i sigurt çfarë do vazhdoj pas maturës, e di që në maturë do vazhdoj variant për fizikë, matematikë dhe teknologji, por pas asaj një deg inxhinieri ose një deg matematike, nuk e kam vendosur ende. Edhe motrën edhe vllajën i kam jashtë, po studioj në SHBA në këtë moment, pra sigurisht edhe unë aty e kam dëshirën të shkoj, të jem afër vllajt, të jem afër motrës, të jem afër një pjesë të familjes edhe kur mësoj dhe unë. Edhe idealja fare do ishte që të shkoja në një ndër shkolla që janë edhe ata, që të më pakta, edhe nëse nuk po studiojnë më kur futem unë, të kenë ca këshilla, kjo profesor është i mirë, këtë mbase mos shko aty, kjo është restoranti më i mirë afër shkollës, gjëra të tilla sigurisht. Plani gjithnjë është të mbaroj universitetin në Amerikë, ndoshta të bëj 2-3 vjet punë aty për eksperiencë, edhe pastaj të kthehem në Shqipëri.
të furnizoj ekonominë e vendit tim, të gjej një punë këtu, sepse fundja fundit këtu jam rehat, nëse rri duke folur anglisht për më shumë se 30 minuta më mërzitet si gjuhë, pra besoj për vazhdimin e jetës time, pas universitetit, pas edukimit, këtu do më gjeni përsëri. Dola nga, i bëra një shenjë kushëririt tim që po shifte nga sediljetat i lartë, pastaj, se kom që dola nga tapeti, takova pisorin që e kam edhe babin tim, më tha bravo, edhe eca prapë të zona për të marrë medaljen. Nuk kam folur me njëri tjetër deri në momentin që i takova aty duke pritur në podium. Në atë moment, gjëja parë që gjeva nga kushëriri ishte po si e le atë, sepse në një pikë ndeshjes kisha një shans për ta mbaruar më shpejt në finale, por nuk e bëra dot sepse bëra një gabim të vogël. Pra, gjithmonë kritik, po gjithmonë të gëzuar gjithashtu. Unë asnjëherë nuk jam stërvitur çdo ditë, mendoj se të stërvitesh 4 ose 5 herë në javë është idealja, edhe për jiu-jitsu, por edhe për shumica të gjërave të tjera, që mos të lodhet truri shumë. Por stërvitjen do të vazhdoj po ashtu siç e kam vazhduar gjatë kampionatit sigurisht, sepse unë fundja fundit nuk jam përmirësuar sepse kam marrë medaljen. Unë jam po aq i mirë sa kam qenë para se të merra medaljen, po aq i mirë sa jam tani. Stërvitja vazhdojnë ditë për ditë një lloj. Stërvitja do vazhdojnë normalisht, sigurisht, edhe kampionatet tjera do vazhdojnë. Vitin për 8 muaj do jetë Europiani tjetër më duket, por gjatë asaj periudhe 8 muajorëshe bëhen kampionate ballkanike, bëhen në Itali, edhe gjithmonë idealja është që unë të konkurroj sa më shumë që edhe atë frikën që përmenda më përpara që kam para në çdo ndeshje, dal nga dal ta ul, ta marr më pak me stres ngarimin, si gjë. Po ku e mban medaljen tani në një vend të shtëpia apo e merr? Jam i sigurt që do duhet ta mbaj në një vend të veçantë, po tani për tani e kam lënë te rafti i bibliotekës edhe kam harruar ta lëviz. Prandaj nuk jam i sigurt çfarë do bëj me atë medalje. Aty shumë bukur tani, kthehem nga shkolla, lë çantën edhe e shoh ndonjëherë, po nuk kam vënë një vend special ende. Mënyra se si ushtrohesh është pa aq e rëndësishme sa vetë ushtrimi në atë gjë që do të bësh. Pra dedikimi në atë gjë që po bën në moment është një ndër gjërat më të rëndësishme për mua. Ndihemi të gjithë krenar, sepse Dardani është këtu që kur ka lindur, është rritur me ne, është një nga fëmijët tanë, edhe është një nga sportistët më të mirë që ne kemi për brezin e ri. Jemi krenar për arritjet që ka patur. Normalisht ai ka garuar edhe në gara tjera si fëmijë, po ky ishte një kompeticion prestigjos ku mori pjesë dhe realisht gjithë ndeshjet u finalizuan, ishin me atë që ne quajmë submission ose finalizim. Pra kjo është i pjesë që na bën krenar sepse kishte epërsi në gjithë luftimin e tij, jo thjesht me pikë, po në rezultat maksimal. Porositja ka lënë babai, që është edhe head coach që ne kemi këtu. Ai ka qenë vetë prezent atje që ka ndenjur në cep që quajmë në gara. Dhe besoj rezultatet flasin që ai ka bërë gjitha. E prisni emrin e Dardanit? Unë personalisht po, pa dyshime, sepse kam ndjek edhe në gara tjera. Po ishte duke qenë se është një kompeticion goxha prestigjos, unë për vete kisha pritje specifike për Dardanin, po besoj që ai e tregoi vetëm, kështu që nuk u befasuam. Ishte diçka e pritshme. Është marrë me karate, duke qenë se është në influencën e coach Rezartit, që është gjithashtu i ati vetë. Në aspektin e Brazilian Jiu-Jitsu është sportist shumë i mirë, që përfaqëson brezin e ri, është i dedikuar. Unë mendoj që është edhe më shumë talent i lindur, përveç punës që bën. Ai është më shumë nga krau im, ai vonohet gjithmonë. Dhe kjo e bën veçantë.